Në këtë edicion do të ndihni. Me ceremoni shtetërore e ka nisur ditën e parë të punës presidentja Vjosa Osmani. Ajo ka parakaluar në tepiun e kuq dhe pranë togut ceremonial të Forcës së Sigurisë së Kosovës, derisa ka marrë detyrën nga kryetari i kuvendit Glauko Njufca, i cili e ushtroi këtë post. Në këtë organizim ku Vjosa Osmani ka marrë detyrën e presidentit të Kosovës, përveç bashkëshortit dhe vajzave të Osmanit, kanë qenë të pranishëm edhe ambasadorët e vendeve të Kuintit e kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Është prezantuar projekti mbështetja e fermerëve për të konkuruar në treg dhe lidhjen e tyre me komunitetin. Përmes një platforme online tash të gjithë fermerët mund të bëjnë shitjen e produkteve të tyre. Ambasadori Filip Kosnet ka qëndruar sot në Gjakov. Ai ka vizituar organizatën Medika Gjakova. Mirëmbrëma, po fillojmë edicionin e lajmeve qendrore. Me ceremoni shtetërore e ka nisur ditën e parë të punës presidentja Vjosa Osmani. Ajo ka parakaluar në tepihun e kuq dhe pranë togut ceremonial të Forcës së Sigurisë së Kosovës, derisa ka marrë detyrën nga kryetari i kuvendit Glauko Njufca, i cili e ushtroi këtë post. Në këtë organizim ku Vjosa Osmani ka marrë detyrën e presidentit të Kosovës, përveç bashkëshortit dhe vajzave të Osmanit, kanë qenë të pranishëm edhe ambasadorët e vendeve të Kuintit e kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Presidentja Vjosa Osmani ka parakaluar në topiun e kuq dhe pranë togut ceremonial të Forcës së Sigurisë së Kosovës, derisa ka marrë detyrën nga kryetari i kuvendit Glauko Njufca, i cili e ushtroi këtë post. Në këtë organizim, ku Vjosa Osmani ka marrë detyrën e presidentit të Kosovës, përveç bashkëshortit dhe vajzave të saj kanë qenë të pranishëm edhe ambasadorët e vendeve të Kuintit dhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Takimin e parë zyrtar si presidente e Kosovës, Vjosa Osmani ka zhvilluar me gjudistët e Kosovës. Në kabinetin e saj ka pritur gjudistët kampion të Kosovës në krye me trajnerin Driton Kuka. Kryetaria e shtetit është shprehur e bindur se sukseset e gjudistëve nuk do të mungojnë. Osmani tha se shteti duhet t'i përkrahë gjudistët në mënyrën më të mirë të mundshme. Ndërsa kampionja shumë fisht e gjudos, Majlinda Kelmendi tha se shpreson që Osmani si presidente të jetë aty ku njerëzit kanë nevojë. Është kënaqësi, nder dhe privilegj shumë i madh për ne me qenë sot këtu, me qenë mysafir të tu të parë. Unë veç kisha dashur me uru mbarësinë në punë, shumë sukses. Po besoj edhe po shpresoj shumë që keni me qenë aty ku njerëz ka nevojë. Presidentja Kosovës, Vjosa Osmani, ka pritur në takim edhe nxënësit e Institutit Atomi, në të cilin ka thënë se shteti duhet të ketë arsimin prioritet mbi prioritetet. Është shumë me rëndësi që në këtë zyrë ta filloj mandatin ton, duke i treguar jo vetëm Kosovës, por gjithë botës për disa nga mendjet më të ndritura që i ka Kosova jonë. Sukseset dhe angazhimi këtyre nxënësve sipas Osmanit janë mesazh se duhet angazhim më i madh. Por ky është një mesazh shumë i rëndësishëm për ne që ta bëjmë prioritet mbi prioritetet arsimit. E drejtoresha e Institutit Atomi, Naime Hoxha, tha se takimin me presidentën në ditën e saj të parë të punës e shohin si shpresë për bashkëpunim e mbështetje për nxënësit. Presidentja Kosovës, Vjosa Osmani, së bashku me ministrin e shëndetësisë Arben Vitia kanë vizituar sallën 1 tetori në Prishtinë, në të cilën po bëhet vaksinimi kundër COVID-19 i punonjësve shëndetësor. Në këtë qendër deri më tani janë vaksinuar mbi 3000 punonjës, ndërsa të martën ka filluar edhe vaksinimi i stafit mjekësor të FSK-s. Në gjykatën themelore në Prishtinë ka dështuar seanca për shqyrtimin fillestar në rastin ku ministri i mjedisit, planifikimit hapësinor dhe infrastrukturës Liburn Aliu po akuzohet për veprën penale keqpërdorim të autoritetit zyrtar gjatë periudhës sa ishte drejtor i urbanizmit në komunën e Prishtinës. Të pranishëm në këtë seancë gjyqësore kanë qenë ministri Aliu dhe të akuzuarit të tjerë Ardian Olluri me avokatin Arbër Strefi, Zejnullah Regjepi me mbrojtësin Behari Jupi, Nazife Krasniqi e cila mbrohet nga Jeton Maqedonci dhe Mimoza Berisha Prestreshi me avokatin Florin Vërtopi.
Në sallë prezent ishte edhe prokurorja rastit Dulina Hamiti, e cila tha se të gjitha shkresat e lëndës janë gati për t'i marrë të akuzuarit. Në këtë akt akuzë, krahas Liborna Leut, për keqpërdorim të pozitës apo autoritetit zyrtar, po akuzohen edhe Ardian Ulluri, Zejnullah Rexhepi, Nazife Krasniqi, Batije Uka dhe Mimoza Berisha Prestreshi. Kryetari i trupit gjykues Alban Ajvazi njoftoi se me 2 prill 2021 kishte pranuar një parashtresë nga mbrojtësi i të akuzuares Batije Uka, avokati Destan Rokiqi, përmes të cilës njoftoi se Uka nuk do të jetë prezente në seancën e sotme me arsyetimin se kishte pësuar lëndime në këmbë, ndërsa parashtresës i ishte bashkangjitur edhe raporti mjekësor. Dërsa mund kanë pandera Batije Uka, 04/2021, nga mbrojtësi i saj avokati Destan Rokiqi ka njoftuar gjykatën se njëjta nuk mund të prezantojë seancën e sotme për shkak të lëndimeve në këmbë. Mbrojtja të akuzuares Mimoza Berisha Prestreshi, Florin Vertopi, kërkoi që të respektuan masat anti-Covid dhe seanca e radhës të mbahet në salla më të mëdha. Ne kemi diku një faqe material. Rreth një faqe. Nëse më doni me gjyku çështjen në këto kushte, sigurisht që kam pas gjykim pa drejt. Mbrojtja, ju lut, që të keni parasysh edhe kushtet pandemike, sepse do të më respektu dhe atë ligj. Kurse pas mbylljes së seancës, Ministri i Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, Liborna Leut, tha se për këtë çështje flet më 30 prill në ditën ku caktuar të mbahet seanca e radhës për shqyrtimin fillestar. Seanca u shty për datën 30 prill dhe tek pas kësaj date mbase do të mund të bëjmë deklaratë tamam si duhet. Sipas akt akuzës së ngritur nga Prokuria Themelore në Prishtinë me 24 korrekt 2020, rezulton se Liborna Leut, Ardian Ulluri, Zejnullah Rexhepi, Nazife Krasniqi, Batije Uka dhe Mimoza Berisha Prestreshi akuzohen se në cilësinë e personave zyrtar në Drejtorinë e Urbanizmit në komunën e Prishtinës kanë keqpërdorur detyrën apo autoritetin zyrtar duke mos e zbatuar planin zhvillimor urban si plan hapësinor i nivelit më të lartë që në lagjën Prishtinën e Re, zona Perëndim, ka parapor ndërtim individual për banim, në atë mënyrë që i pandehuri Liborna Leut kanë nxjerrë vendime së bashku me të pandehurit Nazife Krasniqi dhe Zejnullah Rexhepi. Është prezantuar projekti mbështetja e fermerëve për të konkuruar në treg dhe lidhjen e tyre me komunitetin. Përmes një platforme online tash të gjithë fermerët mund të bëjnë shitjen e produkteve të tyre. Në komunën e Gjakovës është mbajtur sezioni informues për fermerët, i cili ka të bëjë me projektin nga Gjajka Japoneze dhe i zbatuar nga Agjencia Sigma në bashkëpunim me Dhomën Ekonomike të Grave të Kosovës. Menaxherja projektit Sigma BMC ka treguar më detajisht rreth këtij projekti. Projekti ka të bëjë me krijimin e një platforme digjitale apo fermës digjitale ku fermerët do të kenë mundësinë t'i plasojnë produktet e veta dhe kështu gjithë qytetarët ose dhe bizneset të kenë mundësinë të blejnë produktet e fermerëve direkt nga ferma e tyre. Pjesëmarrësit në këtë sesion informues u shprehen se kjo platformë është mjaft e qelluar për gjithë fermerët, bletarët, bujqit që në mënyrën online të bëjnë shitjen e produkteve të tyre. Është shumë e rëndësishme për ne, për momentin ndoshta nuk kemi pas rast të plasojmë përmes platformës digjitale produktet tona, shpresoj se në tarmën do të jetë shumë e rëndësishme për ne, si fermer, si bletar, si shoqat, si shoqatë bletarëve. Përveç komunës së Gjakovës, ky projekt do të mbështes edhe Theranden, Parteshin dhe Shtërpsen, por që platforma do të jetë e hapur për gjithë fermerët e vendit ton, u tha në këtë takim. Ambasadori Filip Kosnet ka qëndruar sot në Gjakov. Ai ka vizituar organizatën Medika Gjakova dhe ka takuar përfaqësuesit e kësaj organizate. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Filip Kosnet ka vizituar sot organizatën Medika Gjakova, ku prit nga drejtoresha Mirlinda Asada si dhe ish presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga. Nga aty Kosnet tha se përveç që ka ardhur për të dëgjuar historitë e grave të mbjetuara të dhunës seksuale gjatë luftës së fundit në Kosovë, ka ardhur edhe për të shprehur përkrajen e Shteteve të Bashkuara për këtë kategori të viktimave.
ndërsa drejtoresha e kësaj organizate theksoi se vlerëson shumë përkrajen e ambasadorit dhe Shteteve të Bashkuara për gratë me të cilat kjo organizat punon. Qëllimi i vizitës ishte të tregoj përkrahjen e popullit amerikan dhe të qeverisë amerikane që ka për të mbijetuarit të dhunës të seksuale gjatë luftës në Kosovë, gjithashtu edhe për përkrahjen që do t'ju do na jap në vazhdimsi që të ecim përpara në mënyrë që drejtësia të vihet në vend. Ambasadori Kosnet bisedoi nga afër me secilën grua të kësaj organizate dhe u njoh me problemet me të cilat përballen ato. Mbyllja e shkollave si mas shtrënguese për të parandaluar përhapjen e koronavirusit ka krijuar një problematik të re për nxënësit, prindërit dhe vetë mësimdhënësit. Se si po përjetohet kjo situatë nga prindërit apo mësuesit, ne kemi vizituar disa shkolla për të marrë mendime. Me qëllim të frenimit të rasteve me COVID-19, Qeveria e Republikës së Kosovës ka rikthyer në fuqi një sër masash. Ndërtohet edhe mbyllja e të gjitha institucioneve publike dhe private të arsimit parauniversitar. Të njëjtat, nga data 7 deri më 18 prill, obligohen që të organizojnë formën e mbajtjes së aktivitetit mësimor sipas udhëzimeve të Ministrisë së Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Informacionit. Pikërisht për këtë ka folur Albert Zajmi, drejtori i shkollës fillore Emin Duraku. Jemi të përgatitur dhe duhet vazhdojmë me mësimin në distancë. Për këtë punë i kemi paralajmëruar, gjithandej nxënësit, prindit, arsimtarët për shifni dhe veç kanë fillu punën në të në përgatitjen, por efektshmëria nuk do t'jetë sukaja. Kur kishim fëmijë në shkollë. Një situatë e tillë është shoshitur edhe nga prindërit. Kryetari i Këshillit të Prindërve në Gjakov, Mark Frokaj, ka thënë se do të ishte më mirë nëse do të vepronin siç ka qenë më parë, sepse mësimi fizik është shumë më efektiv se sa i virtual. Më mirë kishte më qenë të bëhet një evidentim i rasteve ku ka më shumë nëpër klasa ose nëpër komuna, nëpër shkolla, nëpër klasa, të kthyehet numri i arsimtarëve të infektuar, të kthyehet numri i nxënësve të infektuar dhe të veprohet jo një tërësisht të mbyllen shkollat edhe të humbet kontinuiteti dhe të humben ditë e shkollës. Procesi mësimor do të kalojë në ato online edhe në Universitetin e Gjakovës Femia Gani. Edhe këtu do të operojnë duke u referuar masave anti-Covid. Problematik mbetet vetëm praktika, për të cilën ende nuk ka një informacion të detajuar. Jena të diskutu dhe unë besoj që do të lejohet sepse një gjatë tillë, edhe pse vendimi i Qeverisë Republikës Kosovës të respektohet sipas rekomandimeve të Ministrisë së Arsimit. Ministria e Arsimit në herët e kaluara i ka lejuar praktikat klinike që të mbahen fizikisht. Ndërsa dyert e institucioneve parashkollore do të jenë të hapura, vendim ky që është mirëpritur nga Arta Stavileci, drejtoresh. Unë mendoj që janë organet e cilat në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë edhe Institutin e Shëndetësisë, mendoj që i kanë menduar më mirë gjëra se sa na, edhe nëse ata mendojnë që është e drejtë me vazhduar atëherë, edhe për neve është e njëjta. Gjevalin Nikol Bibaj, drejtori i arsimit në komunën e Gjakovës, thotë se pavarësisht sfidave do të mundohemi që të kemi një organizim sa më të mirë, në mënyrë që mësimi online të jetë efikas. Ne kemi bërë të gjitha përgatitjet, por përgatitemi do thotë deri ditën e hanë. Kemi do thotë jemi të furnizuar me tableta, me laptopa që mësimin ta bëjmë në distancë, po planifikojmë që mësimi të mbahet në objektet shkollore nga mësimdhënësit. Rikujtojmë se zbatimi i masave do të fillojë që nga data 7 e do të zgjas deri me 18 prill. Se komunitetet të ndryshme të njerëzve veprojnë drejt me ambientin e tregojnë me shembuj të mrekullueshëm banorët e fshatit Dol të Gjakovës. Ata në mënyrë të organizuar pastrojnë mjedisin ku banojnë. Fshati Dol i Gjakovës është i njohur për pamjet e bukura dhe ajrin e pastër. E një tjetër karakteristik janë banorët e përkushtuar që kanë marrë një iniciativë interesante. Ata organizohen dhe bashkë dalin për të pastruar fshatin. Palush Nikola nga këtu tregon se si ka ardhur deri te kjo vetë iniciativë. Si iniciativë kjo ka filluar që kohën gjatë, po thuhet si 5 vite. Si fshat jemi një shembull shumë i mirë për gjithë fshatet sepse kemi pasur fshati po ndotet shumë shpesh sipas rrugtarëve që kalojnë këtina, edhe gjyn burllogën aty këtu.
Ne kemi pas që janë shumë e domosdoshme sepse kemi një are shumë të pastër, kemi një fshat shumë të pastër, dhe për atë arsye kemi marrë si iniciativë gjithë fshati, gjithë rinia e fshatit. Organizimi është fare i lehtë, thon vendasit, të cilët bëjnë ftesë që shembullin e Dolit ta ndjekin edhe fshatra të tjera. Organizohemi në baza vjetore për pastrimin e fshatrit. Po ne shprej bajthirje edhe fshatra të tjerë, mos jam sekretari i bashkisë lokale, që edhe ato fshatra të tjera të organizohen, ta pastrojmë fshatrat e tjetë ambienti sa më i pastër. Diku ne kena datën në mars apo në prill, caktojmë gjithmonë një javë para. Organizohemi me telefona, edhe organizojmë gjithë mahallat, pjesë, mahall. Edhe fillojmë rini më shumë djetër e tri, rreth dikun 50 vjet dalin. Edhe fillojmë prej rrugës Birditore, atje deri te shkolla e Dolit, atje në pjesë me fshatin Pietrashan. Edhe fillojmë rini, dikush merr dorza, dikush merr kese, i blejmë ato gjitha me para tona, edhe ju bajnë thirrje aty nëse mos gjujnë bërllok, li ta mojnë vendin tonë, sidomos pjesa komunës Gjakovës. Edhe unë e bajnë bërllok makinë, po unë i ruj në derë ose në kybull bërllokit i shka, dhe kur shkoj të shtëpia kam kybullin e bërllokit, kur paguj 5 euro për çdo muaj vjen e merr qabrati. Banorët këtu mblidhen shpesh dhe vetë organizohen për rregullimin e problemeve që paraqiten në komunitetin e tyre. Afërsia me qytetin bën që ky vend të ketë shumë vizitor. Andaj vendasit kërkojnë nga vizitorët që enden rrugëve të Dolit ta kursejnë këtë ambient nga mbeturinat e panevojshme. Edhe në Gjakov, në prag të fillimit të muajit të shenjtë të Ramazanit, shoqata humanitare Bereqeti ka filluar fushatën Sofra e Ramazanit, e cila ka për qëllim grumbullimin e ndihmave humanitare për familjet në nevojë. Si në gjithë Kosovën, edhe në Gjakov në prag të fillimit të muajit të shenjtë të Ramazanit, shoqata humanitare Bereqeti ka filluar fushatën Sofra e Ramazanit, e cila ka për qëllim grumbullimin e ndihmave humanitare për familjet në nevojë. Koordinatori i kësaj shoqate, Abdurrahman Betullau, ka thënë se deri më tani janë grumbulluar 200 pakë ushqimore dhe se komuna Gjakovës renditet e para për organizim më të mirë të kësaj iniciative. Sofra Ramazanit ka filluar me 3 prill dhe vazhdon deri me 20 prill. Me urdhën të mbështetjes së Kosovës, magjistrin e MFND Tarnava, mund të themi jemi nga komunat më të mira deri më tani. Në për një javë ditë e kemi arritur mbi 200 pakë të mbledhim përmes rrjeteve sociale të Vesyrit, Ardë Gjakovës. Postimet që kemi bo, janë paraqit donatorë të ndryshëm, duke filluar nga Meka, ka komodita, nga bamirësat të ndryshëm, bizneset të ndryshme, dhe shumë familje tjera që kanë dëshit mesin anonime. Po shpresojmë natën e Ramazanit, të gëzojmë dikon 300 familje më pak ushqimore, kurse deri natën e Bayramit të gëzojmë 1500 deri 2000 familje. Me një fjalë, çdo familje që është regjistruar tek ne, nuk do të merr pa pak ushqimore. Bëjmë apel përmes të Vesyrit, bamirësat që kanë mundësi të na afrohen, janë të mirësoardhën. Ushqimet elementare duke përfshirë miell, sheqer, vaj, oriz e të tjera e përbën një pako e cila ka vlerën rreth 30 euro. Këto pako u siguruan fal gatishmërisë të diasporës dhe bizneseve të Gjakovës, të cilët nuk hezituan të solidarizohen duke ndihmuar me aq sa kanë mundësi. Klubi i futbollit Vllaznimi do të privatizohet në fund të këtij stinori, kështu ka thënë mes tjera Shlurik Cana gjatë një interviste për televizionin Syri. Dihet se klubi i futbollit Vllaznimi po kalon në një periudhë të vështirë financiare. Kjo po bën që edhe rezultatet të mungojnë dhe për momentin të jetë në pozicion e 9 të tabelës në ligën e parë të futbollit kosovar. Gjatë një interviste të dhënë për televizionin Syri, legjenda futbollit shqiptar Lorik Cana ka thënë se është duke punuar për një projekt që çon klubin në një stabilitet disa vjeçar. Ja gjetë stabilitet klubit për disa vite nuk është e lehtë, po gjithsesi pavarësisht planeve të mia që i kam unë private apo planet të mia profesionale, e kam shumë vështirë, le të themi sepse kërkesa është edhe nga njerëzit e qytetit që të ndihmohet klubi, po mundohem maksimalisht që të gjej njerëz të cilët mund ta shoqërojnë klubin, po jo vetëm në rang, le të themi, sponsorash, siç ka pas shumë njerëz dashamirës që kanë duruar me vite financiarisht për Vllaznimin, siç e ka bërë edhe familja ime viteve të fundit, por diçka më shumë në rang, le të themi, për ta privatizuar klubin dhe për ta çuar ndoshta në stabilitet disa vjeçar. Cana tha se privatizimi i Vllaznimit pritet të bëhet në fund të këtij sezoni dhe të njëjtën kohë edhe shkolla e futbollit të vazhdojë ecërinë e saj. Shkolla e futbollit
me gjithë vështirësitë që ka vazhduar të jeturinë e saj. Unë e kam një nga dëshirat e mia që kjo të bëhet një shkollë futbollit elitare, dinjitoze për klubin tonë dhe që të themi ti mundson mas disa vite që shumica e lojtarëve të ekipit parë të dalin nga shkolla e futbollit. Kjo do ishte gjëra më e mirë, por për me realizu këta, duhet klubi të jetë stabil financiarisht dhe të ketë mundësinë me marrë pjesë në gara pa pas probleme të mëdha financiare e cila rrezikojnë çdo vit. Shpresojmë që të ndodhë, idealisht do ishte vera, por duhen shumë parametra sepse unë të gjithë njerëzve të cilët po mundohem t'i afroj për ta realizuar këtë projekt, së pak ja u sugjeroj se ja këshilloj që të kenë një angazhim minimalist 5 vjeçar. Pavarësisht karrierës sime në futboll, unë mbetem ende i lidhur shpirtërisht me klubin e qytetit tim. Tradita që ka vllaznimi dhe historia e tij nuk duhet të shuhet. Dihet se vllaznimi njihet për tifozëri të flakët dhe ecuria kuqëzinjeve ndiqet nga të gjithë qytetarët e Gjakovës. Andaj kjo tregon se pesha fanellës së këtij klubi peshon rënd për të gjithë ne, ka thënë Cana, duke shtuar se nuk do dorëzohet deri në realizimin e qëllimit të tij. Në vazhdim të ndjekim grafikën e parashikimit të motit për ditët në vijim. Para së të ndami të ndjekim edhe njëherë disa nga informacionet kryesore të këtij edicioni. Me ceremoni shtetërore e ka nisur ditën e parë të punës presidentja Vjosa Osmani. Ajo ka parakaluar në tepiun e kuq dhe pranë togut ceremonial të Forcës së Sigurisë së Kosovës, derisa ka marrë detyrën nga kryetari i kuvendit Glauko Njufca, i cili e ushtroi këtë post. Në këtë organizim ku Vjosa Osmani ka marrë detyrën e presidentit të Kosovës, përveç bashkëshortit dhe vajzave të Osmanit, kanë qenë të pranishëm edhe ambasadorët e vendeve të Kuintit e kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Është prezantuar projekti mbështetja e fermerëve për të konkurruar në treg dhe lidhjen e tyre me komunitetin. Përmes një platforme online tash të gjithë fermerët mund të bëjnë shitjen e produkteve të tyre. Ambasadori Filip Kosnet ka qëndruar sot në Gjakov. Ai ka vizituar organizatën Medika Gjakova. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Për më shumë informacione na ndiqni edhe në portalin syrivisvision.tv. Mirupafshim.